Live from Tirana. Live from Tirana. Aktori që ne kemi në studio di shumë mirë muzikë italiane, njeh shumë mirë atë, pasi edhe është rritur me shumë programe kartun apo jo, dhe në fakt I ke imituar vetë. Si Goku imitoi atëherë, mbaj mend Ashin e Pokemonave, apo mos jeni tash a kuptojmë kur flas për këto gjëra apo jemi në brez tjetër? Kuptohesh edhe që je Jonka. Mirë Jonka është pranesh, mirë se erdhe, mirëmëngjes. Se vjen, së shpejti do nisësh edhe emisionin tënd tu në Top Albania Radio, ta thot Jonka. Po ç'a do na thuash o Jonka? Të gjitha, çfarë do lloj kërkese që të keni ju, se shiko, ka një gjë. Jonka prezantuar fillimisht në ekranin e TV si The Geek Guy, njeriu që merr vesh nga teknologjia, njerëzit zakonisht e ngatrojnë se mos ndoshta janë njerëz që merr vesh nga IP-a, nga IT-a, nga këto gjë. Jo, nuk kam ide. Njerëzit më gjejnë në rrugë me telefon në dorë dhe më thon si bëhet kjo? Si ta hap internetin, si ta bëj këtë gjë me Instagramin, si ta bëj këtë. Paga shumë këtë edhe fusha interesit. Okej, kështu që dini se ku duhet përplaseni kur keni probleme me teknologjinë, tek Jonga ose më saktë ta thot Jonga. Është programi më I ri I cili do startoj në Top Albania Radio në 3 maj, apo jo? Yes, në 3 maj, ditën e hënë nga ora 8 deri në orën 10, në një dy orash të ngjeshur, me thënë të drejtën, një emision I cili vjet specifik dhe goxha tematik, sepse do drejtohet nga teknologjia, nga social media, nga mënyra se si bëhet sot para me jetën digjitale, me gjithçka që ka të bëjë me mënyrën e re se si po jetojmë tashmë. Shtyr goxha nga pandemia, por që edhe jashtë pandemie ka një 10 vjeçar ose një 5 vjeçar që bota ndryshon tashmë me ritme shumë të shpejta, ndikuar nga zhvillimet e reja teknologjike. Ky do jetë fokusi sigurisht, duke I përshkruar më shumë gjërat. Çfarë janë këto terma që ne I dëgjojmë lart e poshtë? Çfarë është kriptomonedha? Sa e vërtetë është që Facebooku na përgjon gjërat që themi? Pse po na del për shembull, po të shikoni këto kohë të fundit. Mendësimet për qipe, gjëra të kësaj natyre që I konfuzojnë njerëzit. Duke qenë se jam, më falni për modestin, gazetari I parë I teknologjisë në Shqipëri, ka të paktën 5 apo 6 vjet që jam I përqendruar te kjo gjëja dhe më ka dhënë mundësinë që ta shoh edhe zhvillimin në një ark kohor. Kështu që e kam parë edhe 5G që diskutohet sot, që në zanafillën e vet kur diskutojnë nëpër panajire të mëdha të Europës. Kështu që kemi plot gjëra për diskutuar, megjithatë do rikthehemi pas pak për ta diskutuar më gjerësisht për gjithë programin, emisionin që do startoj, ta thot Jonka. Mirë, ne do ndalemi tek një hapësirë publicitare për të rikthyer pas pak. Mi live from Tirana dhe jemi me Jonkën që po na shpjegon për emisionin që do të startoj së shpejti ta thot Jonga dhe ku nuk do të keni më mundësinë që ta ndalni në rrugë, por vetëm ta dëgjoni në Top Albania Radio. Para se të kalojmë tek intervista dhe sigurisht që për të ditur më shumë për emisionin e tij që në fakt do të fillojë në datën 3 maj, unë do të lexoj këtë bion që sa më duk shumë siklete. Është bio Ermirit. Ka lindur në rrethinat e Korçës në 1994. Ai e quan veten më shumë çundursi, pasi jeton aty që kur është ngritur në këmbë. Yes, ç'hospitale. Tamam. Televizioni italian dhe imitimet e personazheve të kartune bën të zbulonte talentin për të aktruar. Kur e ke zbuluar talentin për të aktruar specifikisht dhe çundursi, ku e ndjen më shumë veten, shumë Korçar apo çundursi? Korçar, unë një vjeç si kisha bërë kur u shpërngulem atëherë kur u bën shpërngulje masive, u shkuam në Durrës. Dhe normalisht pjesa perëndimore afër Adriatikut kapte valët pa pik problemi të televizioneve italiane dhe aty mbaj mend që 5 apo 6 vjeç kur fillon njeriu të formuloj gjuhën e vet, motat e mia që dinin nga telenovelat italisht, më ngacmonin që të mësoja një fjalë dhe aty shikoja këto kartune network se të gjitha ato që me cilat jemi rritur. Dhe filloi imitoja ato, madje dhe daja im që gjente mundsinë që të tallej kur të gjente ja si bën ky si kukulla e TV-s. E pastaj filloi imitoja edhe personazhet e Portokallis, gjë që jam shumë I bindur që shumë nga brezi aktual që shkojnë të studiojnë për aktrim, aty I shohin këto grimcat e para të performuesit, se pastaj se çfarë performuesi je, më shumë I komedisë apo I dramës, atë do ta tregoj rruga profesionale me kalimin e kohës. Kështu që kam përshtypjen edhe Portokallis japim sa ato kreditet e veta, qoftë edhe Agron Llakës në ato kohë, Florian Binajt dhe të gjithë atyre personazheve interesante. Aty u zbuluan ato idetë e para të aktrimit. Dhe aty kuptove që edhe ti duhet të vazhdosh të rrugë, sepse është një talent që shfaq
që Po më shijonte, kupton se pastaj do të edhe ta kultivosh normalisht, edhe ke menduar ta ndërthurësh paksa me emisionin që do startosh tani me gjërat që do. Jo, kam përshtypjen sepse janë dy gjëra të pavarura. Domethënë, ëndra ime e parë dhe vazhdon të ngelet kryesorja është ajo të zhvilluar një karrierë të shëndetshme prej aktori. Por siç është Shqipëria, një treg i ngushtë që nuk t'i lejon të realizosh gjithmonë ëndra, sidomos në fushën e arteve, dhe për këtë më vjen keq, do mundohesh që të krijosh rrugë të tjera. Edhe shndrojmë pak këtu sepse ne specifikisht po flasim për artistët të cilët janë larguar nga vendi edhe e kanë dhënë kontributin e tyre edhe për te kufive, por në fakt specifikisht për ata artistë që kanë arritur një sukses të saktuar këtu dhe e zhvilluan edhe më tej. Çfarë mendimi ke për këta artistë që e lanë vendin e tyre? Mua më duket një zgjedhje personale e njerëzve, e ndikuar sigurisht nga situata sociale ekonomike e Shqipërisë, nuk i vë fare skujt dhe jam krejt kundër me ata njerëzit që i drejtojnë gishtat apo na late ikët e njërin tjetrën, sepse mendoj që Shqipëria, siç edhe po thoja, është një treg shumë i ngushtë ku mundësitë janë të pakta. Duhet të jesh një super talent për t'ia dalë, duhet të jesh super i kapur, duhet të kesh një network shumë të shëndetshëm, se nuk është vetëm talenti dhe puna. Duhet të kesh edhe njohjet e duhura, duhet të jesh në momentin e duhur, në kohën e duhur. Në këtë sens, ata që shkojnë jashtë kanë shumë mundësi, sepse është tregu shumë herë më i gjerë dhe njeriu mund ta gjejë veten në mënyrë aksidentale në vendin e duhur në kohën e duhur. Dhe marr tu shembujt e Arben Baraktarit, i cili ndoshta nuk është tamam shembulli sepse ai nuk ka qenë në Shqipëri, ka qenë në Sloveni, pastaj në Francë, pastaj e gjeti veten tek Harry Potteri dhe tek Taken i Liam Neesonit. Po në rast se do flasim për shembuj të tjerë, nuk e di kush mund të më vi tani. Marco Caka është një personazh. Bacon që ne do ta kemi në lidhje një nga shembujt më të mirë dhe kam përshtypjen që është një nga njerëzit që ka arritur më shumë, sepse të jesh në një film me Darren Aronofsky, me Jennifer Lawrence, Oscar winner, të shkëmbesh tek batutë është goxha arritje. Dhe mos harrojmë që Ken Bacon është në Toronto, ku është dhe vendi aktualisht bashkë me Atlantën, janë dy vendet kryesore ku prodhohet kinemaja anglisht folëse, le të themi. Kështu që përveç edhe rastësisë është edhe përpjekja. Absolutisht. Ai ka marrë pjesë në shumë audicione, si që ai të arrinte aty që ai vërtet dëshironte. Por vjen një moment që mbas këtij audicioni ti mund të bësh pjesë e sindikatave. Sepse kjo është një gjë, një praktikë që nuk funksionon këtu tek ne. Për shembull Marco Caka, besoj se e njihni, si personazh është pjesë e gildit të aktorëve, të cilët e para të mbrojnë ty nga pagesat e ulta, sepse nuk lejohet që ti të paguash më pak nëse je pjesë e saj. E dyta je pjesë e katalogjeve në përpunë të ndryshme dhe ty ke luksin tashmë që të marrin në telefon për të shkuar te audicionet, jo që të trokasësh siç duhet. Agjenti njërin tjetër, pra strukturat e ngritura. Janë strukturat e ngritura. Edhe agjenti, padyshim, agjenti sigurisht ka fitimin e vet sa herë që ti merr shanse dhe merr punë. Besoj është një sistem i cili ofron që edhe njeriu më jo interesant, jo interesant, po edhe njeriu më ndoshta jo i duhur për tregun shqiptar, sepse ne po ta shohësh, po ta vësh re, i kemi të profilizuara preferencat tona për aktorët. Kam përshtypjen se jemi ende tek aktrimi dhe tek kinemaja e vjetër ku duam atë portretin me linjën e nofullës së prerë mirë, vështrimin e egër njërin tjetër, ndërkohë që në rast se do të shihni kineman tani, Oscars sapo mbaruan. Paul Ricci ishte një nga personazhet më interesante asaj, koreanët dhe pushtimi korean, po ta shihni dhe ajo plaka që fitoi dhe Oscarin ishte një performancë e cili ishte krejt e natyrshme në këtë rast. As nuk ulëriti, as nuk shpërtheu emocionalisht siç kemi thënë tek humor dhe me Brad Pitt. Me Brad Pitt janë vetë. Më shumë u gëzuar që kishte takuar Brad Pittin. Po ai kishte producent të filmit dhe se kishte takuar njerëz shkret, ashtu bënte. Për rolin e merituar, për çmimin e merituar, edhe me sa duket koreanët do t'i shohim fuqishëm. Yes, absolutisht. Në kinematografi. Uroj të shohim shqiptarët një ditë. Për ty personalisht, ka qenë lehtë, janë hapur lehtësisht dyert për karrierën tënde. Mendoj se në një vend si Shqipëria, duke i referuar përsëri atyre që po flisja, përveç edhe networkut të shumë gjërave të tjera, puna e fortë është gjëja që të ngre lart. Ata që dëgjoj një shprehje nga një miku im dhe jap të drejtë, ata që punojnë nuk vdesin kurrë. Ndoshta nuk do të jesh në krye të gjës, nuk do jesh në qendër të skenës, po do jesh diku. Dhe momenti jo do të vi, padyshim. Në rast se vendos që të këmbgulësh. Për mua ka funksionuar mirë, do thoja unë, për ata që e njohin teatrin ka ecur gjë shumë mirë. 22 vjet që isha në teatr kombëtar atëherë me një shfaqje shumë të rëndësishme siç ishte Ekus me për krah aktorëve si Timo Floko, Andrea Benderhemi, Luzim Zeqi, Ariona Kakeli, Lul Bitri dhe me një regjisor shumë famshëm si Dino Mustafiç, i cili bëri sensacion atëherë në atë kohë dhe për mua ishte një moment i rëndësishëm i cili më tha plak, çfarë do bësh tash?
në këtë moshë që ke, do më falni për mungesën e modestisë, në kaq pak kohë sa ke në karrierë profesionale, 2 vjet kisha arritë të shkelësh një gjë që kishe ëndër ta prekje. Pra ç'do bësh tash? Do gjesh strukturat, mikun, njërin tjetrën që të futesh dhe të marrësh një rrogë në këtë teatr, apo do të rritesh. Dhe duke u lidhur dhe me artistët që ikin jashtë, ajo që unë bëra ishte kursimet që kisha mbledhur dhe nga media dhe nga gjërat e tjera, vendosa që të investoja tek trajnimet dhe tek workshopet nëpër Evropë, në Bruksel, në Barcelonë, në Rom. Që si ta gjejmë suksesin, cili është shelsi për të arritur deri aty, por ja, është shumë e thjeshtë. Megjithatë duke punuar fort. Ky është dhe mesazhi për gjithë ata të cilët na dëgjojnë dhe për gjithë ata të rinj që nuk e kanë gjetur talentin e tyre, sepse është problem vetë, që të gjesh atë që ti di të bësh. Dhe një gjë fare e vogël. Jam shumë i bindur që njeriu kur e vë qëllim vetes mund t'i bëj 3 lek bashk. Dhe më shumë se sa të blesh një iPhone, apo të blesh një makinë, unë do i sugjeroja njerëzve që derisa të shkojnë tek të 30-tat e tyre, ato parat i marrin dhe të shkojnë të bëjnë audicione, të shkojnë të bëjnë workshope, trajnime lart e poshtë, sepse më beso, do të jenë 200, 300, 400, 500 euro shat më me vlerë që do investosh tek vetja, do përballesh me një treg dhe do kuptosh realisht pse ja dalin ata njerëzit andaj pse janë ashtu. Sepse kanë investuar dhe kanë punuar fort. Për te faktit që ndodhen në tregje të shëndetshme, por si individ, çfarë i kompleton ata, e mëson vetëm kështu. Jonga, të falenderojmë që ishe me ne dhe urojmë sa më shumë suksese edhe në emisionin që do startosh, ta thot Jonga. Në 3 maj 18. Në 3 maj, mbajni mend këtë datë, mbajni mend këtë orë, mbajni mend këtë ditë. Jonga ishte pranesh dhe do të jetë për ju për ditë të tëra, sepse do të flasi për teknologjinë, për botën e saj dhe për shumë koncepte që ju nuk i dini akoma. Live from Tirana.